Gjatë 24 orëve të fundit, në vend janë regjistruar gjithsej 37 zjarre në ambiente të hapura, nga të cilat 3 janë ende aktive, 1 është vënë nën kontroll, ndërsa 33 janë shuar plotësisht, njofton qendra për menaxhim me kriza. Zjarfikësit mbrëm patën një betejë të vështirë me flakët pranë fshatit Krushevic të Prilepit në rajonin e Mariovës. Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Stojanqe Angelov, vonë mbrëm njoftoi se zjarfikësit arritën ta ndalojnë zjarrin dhe ta tërheqin nën rrugë, duke ulur kështu rrezikun për fshatin. Sipas informacioneve të mëngjesit, zjarre aktive ka në teritorin e komunave Studeniqan, Makedonski Brod dhe Prilep. Në Studeniqan, zjarri po përhapet në drejtim nga fshati Moran drejt Vërtekicës dhe Ramni Gaberit, ku po digjet pyll i përzier. Aktiv është edhe zjarri në komunën e Makedonski Brodit në lokalitetin Vidush, pranë fshatit Dragov Dol dhe të Logvica. Atje është përfshirë bimësi e ullët, pyll me shkure dhe shkure të dendura. Zjarri në Prilep vazhdon të jetë aktiv. Flakët pranë fshatit Çanishte po përhapen në 2 drejtime. Njëra dek drejt fshatit Zoviç, ndërsa tjetra drejt Krushevicës. Është përfshirë bimësi e ullët. Zjarri në Delçev, ku digjej një deponi, është vënë nën kontroll. Për fundjavë, meteorologët paralajmërojnë mot me temperaturë që lokalisht do të tejkalojë 40 gradë Celsius, andaj autoritetet bëjnë thirrje për kujdes maksimal.